Kafja po përgatitet sonte për mu edhe për veti e kremi, sepse e shijojmë sonte gjithçka në këtë ambient ku në fakt kemi qëndru gjatë kësaj sezone bashkë me një kafe me labin. Jemi bashkë me një kafe me labin edhe sonte, jam falenderues secilit për juve të cilët fakt jeni pjesë e imja, pjesë e radio televizionit Nisëne, por edhe ju që na shikoni nëpërmjet YouTube-it. Kafja po mpiqet, kafja është aromë e pavini kafes, faleminderit aromë dashurie që më jep, ka më jep edhe gjatë sezonës verë sepse rrugtimin tam është bashkë me mu. Faleminderit pavinit që është pjesë e pandashme e një kafe me labin, vazhdon tjetë edhe në sa me një kafe me labin. Prishtina Tiket, faleminderit që është pjesë e rrugtimit tam. Ju e dini që me Prishtina Tiketin, cilët vini drejt vendlindjes juaj, vini për shefi, për lezeti, pse udhëtim më të rrallë që nuk ka, e mbi gjitha nuk ka gjë më kënaqësi që në avionat e GP Aviation, kur fakt janë stewardesët ose stewardesat, e thonë mirë se erdhën Prishtina Tiket, a mos doni me pinë ndonjë kafe. Kështu që e bukura është kjo, se udhëtoni bashkë me Prishtina Tiketin. Faleminderit po i them IP-s, e ju sidomos që jeni për toke, ndaluni drejt IP-s, për shkak se në gjitha ato pikat ku është IP-ja, ka edhe shpërblime. Ka shpërblime të shumta të cilat vinë gjatë kësaj sezone vere, por IP-ja vazhdon të sjellë domethënë gjatë 365 ditëve të vitit ekskluzivitetet ndryshme, shpërblime, gjana të bukura. Por përpas kësaj hyni edhe drejt marketit, fornizoni nëse doni me udhëtu për mrekulli. Vera po vjen bashkë me IP-n. Ashtu si që vjen vera me IP-n, vera ka fillu me Fibullën. Faleminderit që është pjesë e rrugtimit tam, është pjesë e sa më një kafe me labin. Unë bashkë me Fibullën, me gjitha ta artista, kom udhëtu drejt Hotel Mediteranit në Ulqind, ama tash një Hotel Mediteran. Kom pas fatin që të realizoj diçka të bukur, që ju sjellim juve, shikues të radio televizionit Nisëne, shikues të sa më një kafe me labin. Nuk shkoj, nuk udhtoj askon pa patosin. Atu kom fat, o zot. Kom qëllu pa fat. Jo për krejt ata të patosit mi bin mu, pa shpërblime më renda, pëse zguzoj me lujtë, që jam pjesë e shpis. Kështu që... Patos, faleminderit që je pjesë e rrugtimit tam, faleminderit që je pjesë e jamja, edhe këtë vit, edhe në sa më një kafe me labin. Natësi që jemi së bashko. E këm, a je gati? Jena gati. Jena gati, po shohim gjithçka sa i përket punës realizume drejt Ulqinit për sa më një kafe me labin. Sonte, më thonë, njoftoheni me krejt ekipin e një kafe me labin cilët kemi qenë. Pikërisht kemi nisë prej Valonës, ku unë falenderoj stafin edhe të Valonës, sepse unë nisëm prej Valonës, shkum drejt Ulqinit, u vendosëm në një Hotel Mediteran, mikpritje e jashtëzakonshme, jo vetëm për ekipin, por edhe prej secilin prej artistave. Diçka e bukur, pak sa më ndryshe, ndoshta prej herave tjera, vjen. Faleminderit unë po i them, edhe Guxonit, edhe Albit, të cilët fakt kanë qenë pjesë e imja, por duke mos i harruar ekipin e radio televizionit Nisëne. Qysh jam në studio me 3 kamera, 4 kamera këtu, njëjtë kom qenë atje, por kom pas edhe dronin me veti. Faleminderit Okit, faleminderit Sadikit, faleminderit Beratit, faleminderit Astritit në realizim, faleminderit Hajdarit në tonë që ka qenë. Por nuk më ka mungu si vjet lumi, e vitin e kalum ka qenë edhe Riyadi, edhe në fakt dhe më tonë janë edhe këto. Por, gjithçka që shohim sonte, për pos punës të Nisëniqit, unë jam me fat dhe jam falenderus XL-ave. E nën, faleminderit që je i gatshëm gjithmonë me punu bashkë me një kafe me labin, bashkë me labin. Ekipi XL-ave ka realizu sonte gjithçka që ka sheni. Dhe më thonë, jemi jemi shku drejt Ulqinit me prapaskenat, me gjithë shkafin, qka i kemi pa, dhe më thonë, o kondini ai që fakti cili ka qëndru bashkë me neve ka realizu. Edhe njerë për tëmë. Faleminderit XL-ave të cilët fakt janë pjesë e këtij rrugtimi tam. Okej, a bën kështu? Me një patos, me IP-n, edhe me pavinin, unë po rahatona këtu, qysh rahatoni edhe ju në shtëpitë e juja. Shikim të ndalë për të sonte.
Arbeiten. Përshëndetje, a u lodhe? Ajni mirë? A ka fillu loja? Po, loja filloj. Loja filloj, kështu që ti mbush ma unë me pitu, zguzoj me pitu, se jo mi shpis. Po për ata në fakt që janë pjesë e IP-s, mos harroni se është mundësia... Që kjo ta shtela IP është, po. Parkohu! Mbush edhe pita, për ndryshe. Ha, edhe ti, hirë në aton, po ka vend, sa dush ka vend, për krejt. E bukur është për shkak se gjithë ato 36 pika të IP-s, edhe 36 pika dhe më tonë që mundeni me pas fatin se cili prej juve, mbush e fita. Ma e fësmirë ti pja bëj kështu, mas jo është e lumit të që këshëre. Që qka ki, që cilat janë shpërblimet që kini mi pas ju. E di që koponat kom i marrë dhe une, po ju epi kameramanve, se zguzoj me lujt vetë që në pjesë e shpit. Kush e ka fatin? Kush e ka fatin në bush dhe fita? Me fitu këta? 0-0. 0-0 me kilometraj. Shkoj. Faleminderit. Që dorën mos besosh? Mbush edhe fita. Inshallah fiton. Po ju po në jo. Ju po në jo. Mbush edhe fita. Mundesh me fitu gjithçka te IP-ja, po edhe po futem brenda, ka një patos nuk pështon. Pata. Me pagu tha një kip i shpis. Që e fitona e nojna për gjysë, abe? Jo, kur.
Se? Të foli krej. O, gjëri me gjë. Mbush dhe pito, ju mbetet juve cilët fakt vini ta nështel tipës, pse jo? Mos me marrë karburant edhe mbi gjitha me fitu. Si jeni? Qa që mo? A jeni? Në Hotel New Mediteran dhe gjithashtu vendosjen e Përdhoma. Është kënaqësi e madhe sepse unë përpos Radio Televizionit 21 dhe Vula Film që bashkëpunoj këtë vit, domethënë pikërisht sonte emisionin ja filloj bashkë me XL Film. Faleminderit Enon, faleminderit kompanisë XL, faleminderit Dinit që fakt po realizon gjithçkafin sa i përket akomodimit të ardhjes, por edhe intervistave, sendeve të cilat fakt do të isheni tani këto momente prej këtij vendi. Jam me fat dhe jam falendërues secilit prej juve që jeni pjesë e jamja, pjesë e pandashme. Unë pa Prishtina Tiketin, pa IPën, pa Patosin, pa Fibullën edhe pa aromën e kafes që më jep pa vini, nuk kisha pas asnjë mundësi ndoshta të jem këto. Edhe pa marrëveshjen dhe bashkëpunimin e këtij hoteli gjigant që është një Hotel New Mediteran.
Prej sonte, tuja që ja nisim gjithçka me Summer Një Kafe me Labin. Me Summer Një Kafe me Labin edhe do t'jemi javë për javë prej këtij vendi të mrekullueshëm, por jo vetëm këto, ne do të lëvizim, po mbi gjitha është e bukur. Summer Një Kafe me Labin, radio televizioni Nisëni, ju premtoj se diçka të bukur kemi me sjell gjatë kësaj kohe, periudhe. I shohim se cilin prej artistave, cilin kanal, nuk kam pas asnjë gazetar me veti për pas dinin, i cili ju jepke fletën, edhe në pak i merke prej secilit mendimet çfarë thojnë ata. A vinë me qef apo me zër, a janë detyruar apo jo, e shohim tani. Mato, a vini me qef, a veç obligim? Zakonisht unë marr ftesa nga emisionet ndryshme, por nuk para aprovoj ndonjë emision që më duket jo i përshtatshëm, pa dash të ofendoj asnjë palë, por që më duket jo i përshtatshëm për formatin dhe për gjërat që unë flas. Këtë radhë unë kam marrë absolutisht me qef dhe me qefin më të madh sepse e di që do flas gjëra që unë kam qef që ti flas. A keni ndonjë moment që nuk ju pëlqen, por hatër bëheni që është okej. Në fakt, deri tani shifeni vetë, godën dorë, këmishën e hapur, fletën në dorë tjetër, jam shumë i lumtur, nuk kam asnjë moment që s'm pëlqen edhe mendoj që kam kaluar shumë mirë dhe kam bërë zgjedhje të mira që kam marrë, që kam qenë pjesë. Cili prej kolegëve me nxip e pret me u taku tek xhirimet me to. Në fakt, nuk është se kam një koleg që e pres për me taku në xhirime, se nëse du të takoj mund të gjej mënyrë ndryshe, mund të takoj kudo, por sot për shembull po prisja të takoja me Sonin, me që kishim dhe këtë bashkëpunimin e fundit, ishte shumë bashkëpunimi i mirë dhe pse jo mos ta takoja tek xhirimet e këtij emisioni. Përshtypja jote për këtë Summer. Për këtë Summer mendoj që është shumë verë nxehtë, si çdo verë tjetër, unë kam kaluar shumë mirë çdo sezon, edhe shpresoj ta mbushim me hite dhe ta mbushim me mirësi, pozitivitet edhe performanca të bukura. Faleminderit shumë. A vini me qef, a veç si obligim. Me thonë drejtën, me qef vi gjithmonë, mirë po në këtë radhë, nuk është që s'kam pritu, jo për Labin, se për Labin jo në lëqim po në fund botës meriton me shku për ta, po për shkak të angazhimeve që unë i kam edhe për shkak të fëmijëve që i kom lanë vetë, mirë po për Labin ja ka vlejtë. Pyetja tjetër thot, a keni ndonjë moment që nuk po ju pëlqen, sa jemi këtu, por me hatër e bani dhe me këshë është okej. Gjithçka më pëlqej, ushqimi, pritja, po dihet, ma kolegët, knasi që u takum, mirë po qas më ka pëlqy, shkallët, më ka desh me jesë shumë sot, edhe kësë më ka pëlqy pak, po kaloj pak fitness. Edhe pyetja tjetër thot, cilin prej kolegëve me menze pret me u taku tek xhirimet dhe me fol me ta, me nejt, me bisedu. S'po dikën me veçu, përderisa unë kam raporte shumë të mira me të gjithë, Labi ti veç e din. I kam disa kështu ma për zemër që edhe gjatë vitit mojna kontakt, jo vetëm sezonin e verës, ose kur kem xhirime.
Ka shumë, për shembull sot kemi ardhur bashkë me Sinan Hoxhen, me Albertin edhe bashkëshortja e Sinanit, edhe jemi kënaqur me ëndrrën shumë, me Sinanin gjithashtu, edhe me gjithë që i takova këtu kënaqa shumë. Pyetja tjetër thot, përshtypja jote për këtë summer këtu më pëlqej shumë. Vërtet faleminderit Labit që mendon gjithmonë për neve, kujdesi i tij në maksimum me qenë gjithçka okej, akomodimi ishte perfekt, hoteli jashtëzakonisht i bukur, një renovim që pas kam bo, edhe më kthej pak në kohë, edhe gjithçka është okej. Seriozisht Labi, ti gjithmonë ke qenë i tillë dhe faleminderit që na trajton kështu edhe na vlerëson. Okej, të shohim. A vini me qef apo veç obligim? Absolutisht me shumë qef. Nuk kemi asnjë një obligim, por si mund të mos të vim në emisionet e një miku ton, vllai ton, aq më tepër kemi të bëjmë me një super mega gazetar, një ndër më të mirët e Kosovës, vim me shumë qef. Pyetja nr. 2, a keni ndonjë moment që nuk ju pëlqen, por për hatër bëni që është okej? Asnjë moment nuk ka që nuk më pëlqen. Sinqerisht, i gjithë stafi, gjithë ekipa, të gjithë janë super profesionistë të talentuar, dhe mikpritja është e jashtëzakonshme, kështu që jemi gjithmonë okej. Cilin prej kolegëve me nxjerr pret me u taku në xhirimet tona? Sigurisht miqt më të afërt mit, Shkurtegashin, Lorin, Yllin, Violetën, Durimin, gjithë kolegët, Bleron, të gjithë i kam miq vërtet shumë të mirë dhe menzi pres takohemi, dhe në fakt këto janë momentet që takohemi vetëm në përgjyrime. Kështu që thank you Labi që na bën bashkë edhe takohemi. Përshtypja jote për këtë summer. Super mega përshtypje, një ndër emisionet më të shikuara, më të mira s'ka se të ndodhi ndryshe, pasi përvoja dhe eksperienca e gjithë stafit me në krye Labin është një brand më vete, e volosur tashmë, kështu që përshtypjet më të mira të mundshme, suksese dhe vetëm suksese, jo vetëm Labit, po të gjithë ekipit tuaj. Faleminderit. A vini me qef, a veç obligim? Pa diskutim është qefi më e madhe dhe kënaqësia më e madhe më të Labi të summer. Edhe na kanë nxjerr pak prej vrullit të pas madhe, që u kënaqshëm. A keni ndonjë moment që nuk ju pëlqen? Për hatër bëni që është okej. Intervistat na sosh i dojmë shumë, po na vim gjithmonë për të Labi. I dojmë. Cilin prej kolegëve me menxje e pret me u taku tek xhirimet me to? Është nësi e madhe ku takumi me krejt kolegë, pa veçanti, respekt për të gjithë. Përshtypja jote për këtë summer. Lodhje, zjarr, dasma. Fest.
Ne po bëjmë i gati sonte një atmosferë krejtësisht ndryshe prej summerve tjera që kom realizu. Zjarmi u ndez, po ato të ndezet sa më një kafe më lavin këtë vit, nuk e di. Qysh me tha që jam kadu. S'ishte hera pa që tratove, s'ishte hera pa që blendove, për kjo do t'jetë e na fundi që dhime më shkatove, s'ishte hera pa që tratove. O jarani ai ke pa qa dashnin tem, nëse për ju bjen mua beti. Ndoshta unë e kam atë autorin kryesor të krejt fajeve që ka i ka saj përket atmosferës Lulqen. Është kënaqësi sepse për atmosferë ju e dini tash në atë kohë kur visha e përmendshëm edhe secili prej artistave të tonë e din kupën, po s'ka nevojë më kupë se është myzo këto. Tash e mbaz domethënë ja kalon primarin gjithçka kupo. Myzo është kënaqësi që jemi bashkë në sa më një kafe më lavin. Labi falënderit mos pari për thirrje dhe i përshëndes krejt teleshikuesit. Unë jam bashkë me ty këtu edhe arsyeja pse të kam për shkak që edhe Madami edhe diskoteka Fejsi poshtë Madami, domethënë dyat ka me funksionu gjatë sezonës verës. A jeni bo gati? Tu bo gati jena me punime, me renovime, por ja dalim e besoj deri në korrik. Deri në korrik. Domethënë me fillimet korrike domethënë hapet diskoteka poshtë Fejsi, por Madami domethënë është diku ka i data 20 korrik se s'ka vaj. Qësh janë punë, qësh po shkojnë punë me artista përgjithësit, me artista, se jo me rëmimi me këta jo kur kam syni ja delni, po mendoj përgjithësi me artistat, qësh janë raportet, kush ka me qenë si vjet sa ma shumë për ata? Që i përket artistave në Madame Terrasën Elt, ka me qenë gjithë artistat më të fortë si për gjithë vjet. Si janë Azete, Ledri, Butrinte, Don Gjone, shumë tjerë. Kur jemi tek artistat të, se zakonisht përpara ka qenë Madami kombinum. Edhe rap, hip-hop, edhe nënën tjetër popullore, por edhe R&B deri diku. Kështu që ka të përzim si vjet apo jo? Ka me pas edhe si vjet përzimun, por jena fokusu ma shumë ke hip-hopi, se rinia deltës ma shumë. Tek Fejs poshtë me DJ ka me qenë, kryesisht 90% apo ka me pas edhe aty këtu? Nashta ka me pas një artist, por jena fokusu vetë me DJ, se mas orës një natës veç rinia del edhe ka një qenë si thotë ma shumë me DJ. Kaloj ma bukur. Qësh është kjo, qësh është tash me kohën përgjes kryesori i dyjave? Me të leon babi gjitha ndorë. Pa nuk ishtë diçka si ma thonë shumë e zoshme, se unë e kam trashëgimi prej babit, unë edhe e kena si thotë një hap shumë ma për para dhe e kena ma kalej prej si na kalan gati, na kena vëshme ju thejse, adin. Por prep ish pa kësa përgjësi, adin, se shkem krejt në përmes nësh. Sa dje këtu ku je, dhe më thonë, por unë të majnë mend, dhe më thonë, ato fillimet, dhe më thonë, kur ke, a e majnë mend sa vjeç ke qenë që ke ardhë për e në barë? Në 70, 12. Ja u babit mrapa. Se e di që shumë herë, dhe më thonë, shumë i vogël ke qenë, edhe ke dash gjithmonë me qenë krah punëve. Nuk është që ka arë më nejtë, po je futën shak, ke bo diqka, kam lagota, kam shit bileta. Jartë të DJ, atë mbrapa, kështë që e bukur është kjo kur në faktikisht rritesh me qatë frymë. E di që se cilën prej artistave përpara edhe sot e kësaj dite, dhe më thonë,
mizit presin me pas një telefonat për juve. A ka dikush për artistave që i kam bet hatri për shembull që nuk i keni tirë vjet? Se s'm keni tirë mua, nashta dhe i kam bet hatri, por jam me qëllim të keq, por vetë nëse kena harru. Por gjithmonë mundona mi respektu artistat edhe DJ-et se ta njëtën punon me ta si që dhe vetë, edhe gjitha dhe ta neve në kanë respektu edhe i përshëndos krejt, dhe më thënë artistat edhe DJ-et që janë. E bëni punën bashkë me ta, por puna më e madhe është falë atyre turistave të cilët vinë prej kudënë për Evropë, në botë më mirë po e thëmë, sepse Ulqini njife që shqiptarët e Ulqini, shqiptarët e Shqipërisë apo edhe të Kosovës që jetojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sidomos verën e kanë në Ulqinin e dashur. E di që ata mizit presin për marrë. Zakonisht, për marrë shembull, pjesa janë e Kosovës apo pjesa janë që jetojmë Kosovë dhe punojmë Kosovë, ankohem gjithmonë që shtrajt Ulqini. A o shtrajt se vjeta së shtrajt? Me se nuk është shtrajt, na jena mundu me shiku çmimet dhe me korrigju, edhe mas me çu çmimet, që na është çojmë vela për gjithë vjet, por me qenë me çmimet të moshme atin. Edhe besoj se s'ka me qenë çmimet e shtrejta edhe besoj se ka me qenë reale. Reale, për shkak që është edhe një krizë globale, ekonomike, dhe më tonë kudoj që këto duhet me pas parasysh. Po tash ku jemi te çmimet këto? Artistat apo kanë konsiderat ndaj çmimeve se për shkak që a di se na i kena shok edhe gjithë merren na vesh me ta, na respektojnë gjithë edhe gjithë na bëjnë një forcë zgjedhje që më kalu edhe na mirë edhe ata më kalu mirë. Atë problem që thonë nuk e kena atin. Okej, unë po të falenderoj shumë që je pjesë e Samani Kafëm Labin. Kjo është Samari i parë që ja nisim bashkë, domethënë ardhja e gjithë shkapit, në këtë ardhjen time në Ulqen. Patjetër që nuk mungon edhe pjesa e madamit edhe Face, për shkak që edhe unë tu janë një pjesë të madhe tjetës teme, një pjesë të madhe, domethënë të Ulqinit, edhe një nostalgji jashtëzakonisht të veçantë dhe të bukur. Unë kam pikërisht prej këtyre dy vendeve, duke mos e harru asnjëherë atë pjesën e përparshme që u kon përpara plazh madhe që bashkë me Sinanin e me Stupsat, me mu ishim bashkë atë. Unë po të falenderoj edhe po të them paq fat edhe gjithë atë mira sukses. Bateritë e di që keni mush, krejt dimnit për me konë vera e nëzet. Faleminderit edhe juve për ftesën, edhe faleminderit për këtë dhe që vimi në ndjek edhe me në shiku gjatë verës. Qa me thonë mashina verës tu, ju presim me këtë energjinë pozitive, me artistat më të fort, me DJ-t më të fort, edhe besoj se kena me kalu një verë shumë të fort. Edhe unë besoj. Ndryqam, në Ulqen zakonisht, pyetja e fundit për ta bëj kështu. A ma shumë djeg djeli, kollësh për djelit, apo i thashe themeve? Pyetja e rëndë. Me lej se për thashe themjeve. Okej, kështu që... Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Vazhdoni të jeni me Samani Kafëm Labin. Qa këtë ashtë halja, nuk u kry se këtë labi kur s'kryen surpriza, do da hajë, zotim. Okej, e krymë të këta, femën zotit. A vini me qef, apo veç e ndjeni obligim? Ja, gjithmonë me qef edhe me knatësin më të madhe. A keni ndonjë moment që nuk ju pëlqen, por për hatër bëni që është okej. Normal që ka momente që nuk ki qef absolut mi përjetu, edhe mi ndje, po normal që duesh ka njëherë me u bo që kështë kom qef, është okej, gjithë shka është në regull, edhe duhet me dalë ka njëherë dhe prej vetës, është normale. Cilin prej kolegve me mezi e presni me taku të gjerimet me krejt kolegët edhe kolegët kam qef me u taku e pres me pa durim sepse gjatë sezonës apo edhe gjatë ditëve tjera tjetës nuk takumi shpesh nërmi veti, se nuk ta bjena i kemi gjithë cili familjet e veta dhe ikmi
me punë tona jemi të marrë gjatë ditëve tjera, kështu që kur takomi në për xhirimet tilla, në për këto naja kështu, me knatësi takona me gjithë, se me gjithë e kam shumë mirë edhe i çmoj edhe kaloj shumë mirë me gjithë kolegët. Përshtypja e për këtë sama me labin, përshtypja e për këtë sama një kafe me labin. Përshtypja e më është si gjithmonë, të labi është natësi me kanë, pjesë e emisionit tina dhe pjesë e gjanave që i bën labi, sepse asnjëherë nuk del jashtë normales, po janë gjanat këndshme që i bën njeri me qef, edhe është një përjetim i veçantë, një përjetim shumë i mirë, gjithmonë. Kështu që unë ju përshëndes edhe një herë, mirëmbëjtje që herave tjera shihemi prapë. Mashallah po nisim energji tret, tash jam ka bobek, të më shek ka më vret. Ja ka nisim e du tret, në një jet, balë ka bobek, të më shek ka më vret. Si karte buna, një karte buna, hajde tash ta kallim, se qashtu o puna dashni. Mos bojnë gare kjo sot dashni, me folin tua, A vini me qef, apo veç e ndjeni obligim? Sigurisht që sa herë që më fton labi, unë vi me qefin më të madh. Jo vetëm sepse respektoj si gazetar, si shok, si mik, por sepse kaloj gjithmonë momentet më të bukura këtu. Dhe jam shumë lumtur që erdha edhe këtë herë. Okej, 2. A keni ndonjë moment që nuk ju pëlqen, po për hatër bëheni që është okej? Jo, realisht kur nuk më pëlqen diçka direkt në fytyrën time duket, kështu që nuk shtirem dot. Cilin prej kolegëve që mezi e prisni me u taku tek xhirimet, me ta, e keni takuar, ose nuk e keni takuar? Okej, sot kam takuar Lori Kaçkën, që unë vdes për Lorin, e dua shumë. Sigurisht jam duke pritur të takoj Labin, jam duke pritur të takoj Medën, dhe sigurisht pash dhe Azemin që ishte diku aty, kështu që më ka rastisur grupi shumë i fuqishëm këtë herë. Përshtypja jote për këtë summer, një kafe me Labin. Përshtypja ime në përgjithësi për verën është shumë e mirë, sepse unë vdes për sinën e verës, por kur i bashkohet verë dhe një kafe me Labin, vera bëhet akoma më e nxehtë dhe më e bukur, kështu që ndiqeni një kafe me Labin. Deni me tjerë ta? A veni me qef, a veç obligim? Jo, me shumë qef ti. A keni ndonjë moment që nuk ju pëlqen? A keni ndonjë moment që nuk ju pëlqen? Po hatër vëni. Jo, me kolegë të mirë nuk kemi as hatër. Gjithçka është okej. Na falni për një pengesë. Shkurt. Qyshi? Diko. Mirë. Si kam? Mirë. Prit po vim edhe këta tjerë në punë. Hajde. Hajde, se se në ardhen musafirë. Te muan po ndihë. Çande. Qyshi, ajni mirë. Burat janë ndej, gratë janë ndej. Hajde. Jeni, ajni mirë. Jeni burat ndej. Dashni kpuca çatë ne. Na falni për pengesë. Musafir pritë për çeu. Cili prej kolegëve me mend zi pret me u taku tek xhirimet me ta. Unë me krejt. Besoj që edhe ata me mu,
me nxepresin tonë. Përshtypja jote për këtë summer një kafe me labin. Shumë e nxehtë. Shumë e nxehtë. Përshini edhe vetë, besoj që ka me konë një emision on top. Si gjatë. Ju do nadi shumë. A vini me qef, a veç obligim. Normal që me qef në qinin tonë bugur, për shokun tonë labin, normal që është në qef. A keni ndonjë moment që nuk ju pëlqen, por për hatër bëni që është okej. Ka ndoshta ndaj moment që nuk ja u prishin ndoshta shoqënisë për hatër me shku diko nëse diçka. Cilin prej kolegëve me menxje pret me taku tek xhirimet me to. Kështu që i kam meq edhe shok Yllin edhe Albanin që u takun pak ma herët e besoj që ma vonë për një me kena me kalu mirë. Përshtypja jote për këtë summer, për këtë verë. Po si çdo vera tjera, se cila verë sjell kujtime të reja, kështu që shpresoj që kjo verë veç ka fillu që tjetë pak ma ngarkume, ma e mirë, edhe shpresoj që ka më na përcjell edhe shëndeti, edhe fati, edhe krejt këtë verë. Oh, hello. Pas kem një 4 pyetje. A vini me qef, a veç për obligim? Tamam, puna më ardhë, në det, me kalu mirë në lëqin, për obligim, sidomos kur është fjala për labin. Kështu që sa arvim këtu, kalojmë shumë mirë. Për mua është hera parë, po gjithmonë për labin nuk e ndjej obligimin. Bojmë qef. A keni ndonjë moment që nuk ju pëlqen, po për hatër bëni që është okej. Qërëna edhe dorën zemër, edhe me familjar ka njerë nuk përputhëm edhe kena do pak knatësi, po është njerëzore, po gjithsesi knatësia ma madhe është që puna mbledh labi çdo verë, më pa me kolekt, me të cilët secili ka sezonin e vetë dhe nuk po na bjen koha me u taku. Kështu që një falendërim për labin për këtë gjë. Cili prej kolegëve me nxi pret me u taku tek xhirimet me to? Krejt këta që kanë sot. Domethënë nuk pritoj më ardh, se di që kaloj mirë, knojmë së bashku, mbledhem mas xhirimeve, edhe tregojmë historitë tona, çfarë ka ndodhur. Me krejt, me Alban Mehmetin, me Yll Demaj, me Eli Malaj, me Soni Malaj, me krejt. Kështu që kam knatësinë që i kom taku sërish këtu, jina mbledh bashk, ndryshe, në gjendje civile, jo si këngëtar të punu. Përshtypja jote për këtë summer, nëse është fjala për mu, për këtë verë, atëherë është fire vera. Jam pak e shpërndame, po gjithsesi që kjo është puna jonë, edhe bëj me shumë qef, kështu që fire është vera. Përshëndetje, mi mëngjesi. A vini me qef, apo veç obligim? Jo, vi me qefin më të madh, sidomos në emision të labi edhe në lëqin me zemër vi. A keni ndonjë moment që ju pëlqen? A e bëni këtë për hatër apo është okej? Jo, më pëlqen, është emision shumë i mirë, është hera e sa që vim të labi, por ata vim edhe me knatësi, kështu që faleminderit që na fton edhe nuk na harron kurrë. Cilin prej kolegëve me nxi pret me taku tek xhirimet? Kam shumë kolegë këtu që i dua dhe më dojnë, më respektojnë, po masi është me përmend një, për përmend Albanin, se kam shumë shok Alban Mehmetin, edhe gjithë tjerë, po Albanin e kam për zemër. Përshtypja jote për këtë summer. Shpresoj që tjetë prej verave më të mira, më mirë se vitin e kaluar, dhe çdo ditë kem shnet, dashni. Ju uroj gjithë kolegëve të punojnë sa më mirë, të kalojnë sa më mirë, mos lodhen shumë se është kogja përgjegjësi dhe kogja obligimi i madh për sidomos neve këngëtarëve. Dhe çdo ditë kalojmë sa më bukur. Ju përshëndes nga zemra, unë Ylli. A vini me qef, a me obligim? Me knatësi më të madhe, kur është në pyetje labi, një kafe me labi. A keni ndonjë moment që nuk ju pëlqen, po për hatër bëheni që është okej?
ka ndaj moment aty këtu që munoj mi kalu, po zakonisht kem shumë sene të bukura të mira, ato të voglat i te i kalojmë. Cilin prej kolegëve me nëzip pret me taku tek xhirimet. Përgjithsi, me thonë drejtën përgjithsi, na kalojmë shumë bukur bashk, edhe me nëzije presëm se jem si ata maturantat e shkollës të mesme mu taku krejt bashk, që kënaqësi shumë e madhe. Përshtypja jote për këtë summer një kafe me labin. Përshtypja jam, në këtë vend unë sot jam hera parë, edhe besëm që jam dashuru me vendin këtë. Kështu që pointa jam 10, ose me thonë 100 është për këtë summer me labin. Përshëndetje. Qërë ku më kanë gjetë këtu 4 pyetje me mi bu, okej? Do më thonë pyetja e parë është a vini me qef apo me obligim? Këtu te labi unë e gjedh vi me qef, edhe normal që ja kena edhe obligim labit që na prek shumë mirë. A keni ndonjë moment që nuk ju pëlqen, po për hatër e beni që është okej? Për shembull, ky moment nuk më pëlqej se unë isha shumë mirë tonight këtu edhe kameramani vjen edhe ta bën atë shqetësimin. Cili prej kolegëve me mend nxip preti me u taku me të gjatë xhirimit me to. Kolegët i kam secilin e kam të veçantë dhe për me i menoj sigur me konë familje me ta, se jam shoqënu me ta e kështu, kështu që secilin kam qef me taku kur të vi këtu te labi. Përshtypja jote për këtë summer një kafe me labin. Përshtypja jam për këtë summer është se, me të thonë drejtën, unë edhe secili, përfoli për 3, kena pas një ondër dikur që kur e kena pa për shembull labin për emisione që i ka bo gjatë, kemë thonë, wow, a thush ka bon këta knaqë, na kupton. Edhe o kon një diçka një ondër që unë e kom realizu edhe jam këtu tash një pjesë e kësaj ekipe, e kësaj familje, edhe kjo është një përshtypje shumë e mirë që më lën përshtypje të madhe edhe jam sot këtu bashkë me një kafe me labin, bashkë me njerëz. Kështu që respekt për secilin, respekt edhe për juve që na shikoni edhe na dëgjoni me këngë, me çana. Unë jam shumë krenar me juve, inshallah u jeni mirë. Faleminderit. Hajde. Pyetja e parë. A vini me qef? A veç obligim? Çfarë obligimi na më mendoj se pas më ardhi këtu. Edhe bile kam pak 14 vite kalum që unë, kështu që lab kanë zënë ty kjo mungesë me qefin më të madh. Edhe sidomos kjo hotel që është fantastik, edhe sigurisht përveç xhirimeve normal kena marrë me familje, sigurisht. Pyetja e dytë. A keni ndonjë moment që nuk ju pëlqen? Për hatër bëni që është okej, po, normal. Jo se përket të labi, po kështu normal, ama kështu absolutisht s'ka që mos më të qytu, sepse mas pari është labi, është ekipa e labit, është hoteli, stafi, kolegët që jenë mrekullueshëm, që në varë forme është si një varë kohë që i bëjke labi ato xhirimet vitit 3, në ka bota shverë, kështu që we love it. Unë e po. Pyetja e tretë. Cili prej kolegëve më mend zipret me u taku tek xhirimet me to? Me krejt realisht, kushdo që vendos labi më ardh, po nashta më të veçantë mund me thonë që është Sinan Hoxha, Ermali, pak ma veçantë ashtu, sepse më varet e peshëshnisë e muhabeti. Po me krejt, është super nice. Përshtypja jote për këtë summer. Përshtypja em, unë e kom një përshtypje që kjo verë, që kitë verë aty kom e konë nxehtë, me temperatura. Të janë nisë prej punës, të janë nisë prej udhëtimeve, prej diaspora që vjen, që me të vërtet na bojnë shumë të lumtur, edhe sigurisht vera jep jetë komplet, dielli, energjia, dashnia që është
si me thonë, rikrijohet në gjatë verës, edhe kështu që po, vera do t'jetë e nxehtë. Unë për veti e kisha mojtë verë gjithë, po s'është në dorën temë. Kështu që po, me të vërtet kam qenë një verë shumë e nxehtë. Këto ishin pyetjet për lobin. Ose pyet për mu, sa përket për lobin. Kështu që jam shumë falenderues me kënaqësi më të madhe më marrë. Edhe sigurisht që vi këtu sa herë që më jep mundësia. Me qefin më të madh. Faleminderit. A vini me qef, a veç obligim? Jo, vi me shumë qef. Asnjëherë ftesën e lobit nuk e kena marrë obligative, se për një me knoqemi, për një me bojna shumë qef. Që atë noni Shqipja. Qysh më s'marrë me qef, apë që se knoqemi. A keni ndonjë moment që nuk ju pëlqen edhe për hatër bëheni që është okej? Jo, nuk ka asnjë moment që nuk pëlqen, sepse çdo moment këtu te lobi për një me ja vlen. Çdo moment është shumë i vlefshëm. Cili prej kolegëve më nxej pret me taku tek gjërimet me to? Po, është e vërtetë që lobi na mbledh edhe na bën mu taku me kolegë që si kemi taku një kohë gjatë. Edhe po më nxjes po pres mi taku kolegë që ndoshta këta që kanë për diasporës. Përshtypja jote për këtë samër, qa me të thonë këtë samër, lobi gjithmonë me befasi të mira që përni me na bën muni mas mirë t'im botë. Suksese, ju përshëndes gjithve! Faleminderit, qerë, një kafe me lobin. A vini me qef, a veç obligim. Vim shumë me qef, sa që lobi na thret, na vim shumë me qef, se lobi është një prej atyne që i trajton artistat mas mirë, gjithmonë, si për gjërimit e vitit ri, si kur për sezonit veror që i bën programet, e ka është i veçantë për shkak se na ofron edhe komoditet, edhe knaqësi, edhe gjërime, edhe gjitha. A keni ndonjë moment që nuk ju pëlqen për hatër e bëni dhe nuk është okej. Nuk mendoj që ka ndonjë moment që i bëj për hatër, sepse krejt vi me qef edhe krejt vi me knaqësi, se hini një për shtë, hajt oqit tanej, hajt oqit, kur gjë. Cili prej kolegëve me nxi pret me taku tek gjërimet. Zakonisht tash varet se qysh na bjen me u taku, po zakonisht kemi qef me u taku, sikur pram që kemi nejt deri vonë, tu i ndo përvoja të bu muhabete për punën tonë, që i përshëndes gjithë. Përshtypja për këtë somër, përshtypje prej nishit dhe 10 e ko 15, Mediterani që na ka prit shumë mirë, na ka nejt shumë gati, krejt komplet, me ushqime, me gjitha, që i përshëndes krejt stafin, edhe gjithve ju preferoj me vizitu Mediteranin. Edhe njerë urime, kaloni sa ma mirë këtë verë, mos e harroni Mediteranin, një kafe me lobin. Merë një letër nga Kosova. Qa po thot, a vini me qef, a veç obligim? Ku të shrekë, na thonë singles ta? Po na prejtë, por vina na knosin atë mësru, nuk di. Nuk e dini me lobi ku ka ndër i stash lobi? Jo, sinqerisht e kam. Për një me nuk e di kënë e kaftuaj të i sëtë, apo kuptën, veç si vjetë është, do më thonë... Tjetër nivel emisione. A keni ndonjë moment që nuk ju pëlqen, për hatër bëheni që është okej? Këtë emision, apo? Po, në qëtë emision. Po, ka pas na të letra, ma. Që së ka pëlqy, po me qëto letra, se ka ju mësi dhe s'ma sheke njone një letër. Unë e gjithë në krytet e me kisha është da i zorfi i bagesës. Kore qisha pytje, po u bëjsha kisha okej, la perfekt i desh kjo. Cilin prej kolegëve me menze e pret me taku për gjërimet me ta? A, është blerë, kam simpatik, diqysh është i knasë në ratë njëre. Edhe e këna jetu diqysh me të ngatë edhe... A, e kjo dhe të të njëjtë ma? Më ndreja se dolim keq. Ndrej. Qëre, Merdan, e kena noni shpi bashkë, kështë që... Përshtypja jote për këtë summer, për qëtë edicion të summer një kafe me lobin. 10-10. 10-10? Po, 10-10. Po do, në albumi Letri Vullës, 10-10. Që heni në YouTube nga në albumin e Letri Vullës, ta në mene herë, heni të albumi jenë. Do të rriti! Zemrën do të, për t'i vona pak reklam. Apo kuptën? Inshallah nuk kini mo letra. Ha? Letra fundët. A vini me qef, a veç obligim?
Gjithmonë labi ka pas gjërimet atraktive për neve këngëtarëve në përgjithësi, po sidomos që një 6-7 vjetë fundit i ka po fort atraktive edhe është ndoshta organizimi që e presim ma me qef, jo veçonu po edhe krejt kolegë që jemi këtu, e presim ma me qef ndoshta gjatë gjithë vitit se e kemi edhe takohemi rrim ka 2-3 ditë bashkë me kolegë, edhe bojmë qef, edhe gjirim edhe krejt, kështu që jo obligim, po shumë qef. A keni ndonjë moment që nuk ju pëlqen, po për hatër bëheni që është okej. Edhe në qysh kur rrin 3-4 ditë për shembull, ka ashtu ndaj moment, po ndaj moment që jo shumë i mirë, se tjerat janë shumë të mira, po moment keq nuk ka asnjëherë, kështu që kalojmë shumë mirë dhe kënaqemi gjithmonë. Cilin prej kolegëve që më nxje e pret me u taku tek xhirimet me to. Kjo është edhe ajo tjetra pjesë që labi e dim pak me kënkim muhabet pak më të mirë që na rrihet më tepër. Edhe zakonisht na bën kombinimet, për shembull na ndon ditë kur jemi me këta kolegë që jemi sot, edhe është gjithmonë qef, edhe kalojmë edhe kohë me ta edhe kënaqemi, domethënë janë kolegë tonë që dojmë ma tepër, kemë raporte ma të mira. Përshtypja jote për këtë summer, do t'jetë një summer, ose një vere nxehtë, edhe si vjetë, si viteve tjera, edhe me do projekte që i kam lansu, ka ardhur një verë shumë e mirë, edhe me angazhimet që i kam gjatë gjithë vitit. Gjatë gjithë kësaj vere, është një summer shumë e nxehtë edhe mezi po pres edhe jam tu kënaq shumë të. Edhe uroj që të zgjatë sa ma shumë për shpejt, po kryet kjo summer shumë e mirë. Përshëndetje për keq shikues. Këtu janë do pyetje, po mdo këtë kësë po fol, po mu më ka obligu që me lexu dhe unë me kallëzu. A vini me qef a obligim? Jo obligim, që nuk nashtë kujkosh me zërë më ardhë, vina me dëshirën më të madhe. Tu e di që labi gjithmonë çdo verë shkojmë diku në plazh, diku në deti, ku i bojnë atë gjërat më të bukrat, edhe na njofton, edhe na jap komoditet shumë në për hotelet më të mira në Ulqen apo Shqipëri apo ku të qoftë. Besoj që mjafton. A keni ndonjë moment që nuk ju pëlqen, por hatër bëni që është okej? Jo, se përgjigjem pyetjes parë, po jo, nuk vimi me hap, po më vina me dëshirën më të madhe. Edhe nuk ka ndonjë moment që nuk na pëlqen, gjithçka është okej, domethënë jena me kolektiv dhe domethënë para sezonit gjithmonë vina dhe sa herë vina këtu na qaq mirë kalojna, sa që edhe sezonin kur të fillojna, bukuria e kësaj që kalojna atje, në Kosovë kur shkojna jena shumë relaks. Cili prej kolegëve më nxje pret mu taku tek xhirimet me to. S'po dive nuk kisha menda kërkëm, për arsye se me tonë kam ka një humor, ka një diçka, ka një budallaki veç e veç, kështu që krejt janë të mirë në mënyrën e vet edhe në momentet e veta, domethënë krejt kush merr pjesë te labi, kupton në sen, edhe dikush që vjen i ri, domethënë gjithmonë këtu bëhet si me kanë një klasë e shkollës të mesme që janë krejt shok, dosta, havera që për me kalojna tepër mirë, me një fjalë mërzitni kur ty po më ker për me shku për Kosovë. Edhe pyetja e fundit është përshtypja jote për këtë somer. Unë jam gjithë mrapa labit, çdo projekt edhe dola para kamerave, unë gjithë herë jam mrapa, edhe idejat edhe mënyrat që se përdor analizator këtë edhe, kërkej falje. Po gjithmonë më pëlqejnë këto somer që labi bën, se i bën me një farë shmeku dhe i bën me një farë thjeshtësie që çdo këngëtare qet me një farë prize që populli nuk e ka pa ashtu. Kështu që është perfekt, besoj edhe këtë herë mos ta ndrojnë kanalin, se besoj që ka me konë diçka shumë. A vini me qef, a veç obligim? Po kush nuk vjen me qef në deti, afër detit, afër mbretit, kuptohet. Vjen me qef shumë të madh, përveç se na pëlqen ushqimi shumë. Ne na pëlqejnë shumë emisionet që bën labi, sepse i kushton një rëndësi të madhe jo vetëm emisioni që dali sa më bukur, organizimi e gjitha, por që edhe ne të kalojmë kohë shumë të mira me kolegë, pra të kënaqemi.
edhe mendoj që të gjithë ne vim me shumë qef në emisionet e labit. A keni ndonjë moment që nuk ju pëlqen, por hatër bëheni që është okej? Unë nuk kam në një moment me të drejtën që nuk pëlqen edhe bëhem sikur është gjithçka në rregull, sepse e para jam edhe si tip shumë transparent, kështu që nëse nuk më pëlqen diçka e them. Nuk e kam fare problema të pjesë, por mendoj që këtu s'ka diçka që nuk na pëlqen. Këtu në hotel Mediteran, këtë ambienti new të riun që është super i bukur, gjithmonë jo vetëm si vjet po dhe vitet e tjera që kemi qenë këtu, kemi kalu shumë mirë, kushtet janë jashtë mase të mira dhe emisionet e labit gjithmonë kanë qenë perfekt, kështu që faleminderit labi. Cilin prej kolegëve mendzi e pret me u taku tek xhirimet me to? Në përgjithësi me kolegët e mi kam raporte shumë të mira, me disa shumë të mira, me disa korrekte. Janë disa nga kolegët e mi që unë me zipres t'i takoj këtu edhe të kënaqemi, të bëjmë humore, të tregojmë histori, si nga ato që na ndodhin e gjatë performancave, ashtu edhe nga jeta jonë private, kështu që janë disa nga kolegët e mi që do doja t'i kisha t'i shija në xhirime. Edhe grupi që e kam shumë për zemër, grupi të cilin të jemi së bashku në këtë xhirime, por edhe Violetën që e kam në një dhomë, edhe disa të tjerë. Përshtypja jote për këtë summer, një kafe me labi. Si vjet është pak më ndryshe, mendoj që edhe labi ka risi si në pyetje ashtu edhe në organizim. Dhe mendoj që është shumë bukur, përshtypja ime është shumë e mirë, si për emisionin Një kafe me labin, ashtu edhe në tërësi për gjithë këto ditë bukura që po kalojmë këtu. Kështu që nuk më mbetet gjë tjetër veç që labi t'i uroj shumë suksese, gjithashtu edhe Mediterani t'i uroj të kalojnë sa më bukur me pushuesit, të cilët me siguri do t'i kenë të shumët në numër si vjet. Sukses e labit ta ha zemrën, edhe përshëndes të gjithë ata që do na ndjekin në këto super emisione të bukura. Me siguri që do kënaqen me neve. Me mëngjesi kemi pyetje për stafit, a? A vini me qef, a veç me obligim? Ju më shumë qefi, me shumë kënaqësi, t'jem me juve, me labin, Një kafe me labin, summer, nuk është viti i parë, kështu që me shumë kënaqësi vi në këto xhirime. A keni ndonjë moment që nuk ju pëlqen? Por për hatër bëheni që është okej. Jo, nuk kam diçka që më cek, nuk kam pas në gjitha këto vite që jemi kanë bashkë, nuk ka diçka. Gjithmonë ekzistojnë ato bisedat me kolegë, me stafin e Një kafe me labi, gjithmonë me shaka, kështu që asnjëherë nuk kemi diçka hatërmbetje ose që thjesht bëmi që është okej. Pyetja tjetër, cili prej kolegëve më mendzi e pret me u taku tek xhirimet me ta? Nuk du me cek dikon prej kolegëve, po dëshirën më të madhe kemi me stafin e Një kafe me labit, dhe me thonë, kalojmë mas mirit, po gjithashtu dhe kolegët nuk duhet t'i veçojnë ndonjë prej tyre. Po stafi është ai gjithmonë që kalojmë mas mirit me stafin e Një kafe me labit. Pyetja tjetër, përshtypja jote për këtë summer Një kafe me labin. Uroj që ky lloj emisioni që ka shumë kreativitet, që di vetëm labi me bë, të vazhdoj të ketë gjatësi, e të na mbledh gjithë artistave çdo herë kështu. Edhe nëse nuk bën xhirime, le të na mbledh një herë kështu gjatë, le të mos harron asnjëherë këtë zanat, kështu që le të uroj shumë sukses labit dhe stafit, edhe gjithmonë besoj që çdo herë ftesa
e lobit për neve do t'jetë një kënaqësi e madhe të jemi gjithmonë prezent në çdo vit kështu pra këtë vend bukur sidomos në Mediteran këtu në Ulqin, e të kalojmë bukur gjithmonë me ju bashkë. Ju përshëndes. me pas lumatan e po. Suzi, është kënaqësi që jemi bashkë, dhe më tonë edhe këtë vit, bashkë me Summer një kafe me labi në një hotel Mediteran. Labi, kënaqësia është e jona dhe stafit tonë që të kemi ty këtu, dhe që je duke ju dërguar gjithë shikuesve imazhet nga Ulqini dhe nga ajo se çka ne kemi krijuar këto dhe çka ofrojmë sot për gjithë pushuesit. Mu vjen mirë që në fakt jam në Ulqin edhe unë e kom përmend edhe hiq ma lartë të këtë produksionin ku fakt po i filmojnë se cilin prej videove, dhe me thonë, për hotelin, për gjithë shkafin, po e bëjmë promocionin edhe në thëmë që ky vend për mu është i shajt. Pse është i shajt, derisa unë edhe takimin me qendresën të parin e kom pas pikërisht këtë vend këto. Kështu që është e bukur, dhe me thonë që edhe unë për mu është diçka e veçantë. Shumë bukur e ke lidh dhe ashtu mendoj edhe unë kur diçka emocionale të lidh me një vend, është një lidhje që është për ta jetën, nuk mundesh me fshi ose me shkput. Si ti ka dhe shumë tjerë që i lidhen emocionalisht. Kohë të fundit dëgjoj që edhe energjia e Ulqinit i lidh dhe i shlodh si në asnjë vend tjetër. Kështu që vërtet jemi të gëzuar që ty të kemi pjesë e Mediteranit, edhe shumë pushues tjerë që janë pjesë e Ulqinit edhe Mediteranit. Derisa na po ecim këton, edhe unë i thash edhe pakës më parë, dhe më thonë, te ka jemi një intervista të cilën fakt unë e japa, edhe thash që përpara, o zot, sa na kanë kritiku, ndërsa na kanë shajt edhe mu dhe Suzin. Dhe me thonë, sot sa e bukur që e lavdojnë edhe mu dhe Suzin, për punën që është bërë edhe investimet që të fakt janë arritin këtë vend prej bosit normal gjithë shkapi. Vërtet shumë falenderuese kompanisë amerikane Beach Management Group që ka realizuar një projekt të mrekullueshëm për krejt Ulqinin. Sot jemi krenarë që punojmë këto edhe kemi këtë ofertë për klientët tonë. Se imazhi Ulqinit e ka merituar një projekt tillë. Ne thjesht nuk kemi krijuar një hotel ose një produkt për pushime. Është një imazh, është një ndjenjë, është një brand, është një vibe që i vjen Ulqinit me atë çka i ka munguar. Sepse realisht kjo rahati, ky komfort që ne ofrojmë sot, i ka munguar tregut. Edhe kompania ka qenë goxha e durueshme për ta realizuar këtë projekt deri në fund. Edhe ka dëgjuar çdo nevojë, çdo kërkesë, çdo ankesë klientëve të mëparshëm, sepse Mediterani është tash 50 vjet si imazh në qytet, por tashmë vjen me një brand komplet tjetër, komplet i rinovuar dhe komplet i ri për klientët. Derisa na po flasim këtu, po e shoh që edhe dronin e kemi mbi kokën lart, edhe në fakt shihet kjo pjesa e pishinës të re që është e bo, por edhe shihet pjesa e një vendi që është ndoshta e veçantë për mu, është Amuli. Amuli është bari, për shkak që nuk e di, ndoshta jam ai trashëguesi e emrit. Vërtet, emri krejt kritet i shkojnë labit dhe propozimit labit për këtë emër, sepse ne ishim duke kërkuar një emër të veçantë. Dhe duke bërë shumë brainstorming, nuk po dishim se si me kriju një emër që mbet gjithmonë në memorien e dikujt dhe kujtohet gjithmonë.
Ky është në mënyrë internacionale e lidhur ky emër Amul dhe tepër i gjetën. Amerika edhe Ulqini, propozimi i labit, që kompania ka mikpritë dhe vërtet ka dëshirë dhe me zhvillu dhe me tepër. Kështu që Amuli, vitin tjetër, shndrohet në edhe Amul 2, vjen me një restorant komplet ri, kështu që jemi krenarë që akoma po zhvillojmë ide të reja. Sidomos prej dronit mundet më vrej domethënë edhe ato hekrat nalë që po vendose se e bukur është se e kini pamje fantastike prej asaj pjesës nalte e cila në fakt realizohet dhe bëhet. Suzi, unë e di domethënë që në fakt çdo vit Hotel Mediterani domethënë po rritet domethënë për shkak që u përfundoi gjithçka kjo pjesë këtu, tash kanë kaluar ato ai pjesa tjetër po renovohet edhe do të jetë shumë shpejt ndoshta edhe për pushues. Sa janë të kënaqur, sa keni ju, çuçi keni ju sot, prej anës time domethënë gjithë këta mysafirë të cilët fakti kam të sa me një kafe më labin e të cilët i kam parë shikuesit sonte, secili për tyre lavdatat më të mëdha kanë qenë, qoftë për mikpritjen, qoftë për shërbimin, qoftë edhe për ushqimin tash, për akomodimin s'po flas, mos e dhomat jon. Gëzohem kur dëgjoj kështu. Stafin është gjithë lokal dhe e kemi një filozofi që përpiqemi të mikpresim maksimum dhe të presim çdo kërkesë klientave të realizojmë. Tranziksioni prej produktit të vjetër dhe produkti i ri ka qenë me ndryshimet e veta, si ashtu dhe në klientelën. Më thënë tashmë klientela është me kërkesat ndryshme dhe ndoshta edhe nga ana financiare ka ndryshuar sepse produkti është ndryshuar në çka ofron, edhe nivelin monetar se çka propozon, por që klientët janë duke e pritur shumë mirë sepse vlerën që marrin ja vlen me ata që cilën e paguajnë ose e rezervojnë të ne. Sa dhoma janë komplet në kapacitetin e sezonës? Atëherë, Villa Editions që quajmë ne këtë kompleksin e 5 villave, ndoshta droni lart mundet me tregu më së mirit. Janë 5 villa ku secila në brendësinë e vet ka dhoma individuale, dhoma dhe svita për klientët. Në total janë 100 dhoma dhe svita. Edhe pse vendi shumë është i madh dhe kompania ka rujt që çdo dhomë pas hapësirat të gjana, edhe secili dhomë pas balkonin e vet, edhe nuk e ka ndryshuar mallësinë sepse mallësia është luksi i ri. Aksesi në natyrë është ajo se çfarë kërkohet. Momentin që klientët munden nga hapësirat publike, sepse community është ajo që ju ofron vlerë. Tu ke mundësi mu taku me njerëz tjerë, janë hapësirat hapuna, jetë gjithkohës në gjelbrim, në takim me natyrën, pamje me detin, me kalan, dhe nga natyra ti hypte ke akses të dhoma jote. Ke akses nga ana e derës dhomës, por edhe nga balkoni, ku ke pamje nga qyteti dhe nga deti. Kur jemi këtë pjesë këtu e përmende dhoma, që ta i kena rrujt domethënë të dhomat ashtu që kanë qenë domethënë hapësirë me pas, më kriju hapësirë më e madhe, edhe nuk kena dashur me shtu dhoma më shumë. Ju keni dashur me rrujt këtë imazh. Përkundër janë zvoglu dhomat që me kriju hapësira më të mëdha për klientët. Secila prej dhomave domethënë me pas këtë pamje. Mos me pas pamje tjetër. Mos me pas mbrapa kësaj, po secili klient që vjen. Kjo është ikonikja e Mediteranit të ri dhe kjo është luksi që klientët edhe zgjidhin me artën e. Sepse natyrën ti nuk mundesh me zaventuas me rikriju si ndjenja apo si përvojë. Ajo është një përvojë që thjesht e ketë nevojshme kur je për relaks dhe për pushime. Njeriu ka nevojë mu lidh me natyrën dhe gjithkohës me pas detin në vizualitet, me pas kalan, me pas qytetin. Kjo është edhe krenaria jonë, se jemi 5 qytetet jemi. Personat time shi Ulqinin dhe kanë mundësi të ndërthurojnë të dyja botet pa shumë lodhje, këtë aksesuesme nga por natyrë nga dhoma e hotelit. A ka ndrru stafi kuzhinës për shkak që ushqimi si vjet është fantastik. Gëzohem shumë që dëgjoj këtë jo veç për meje, pjesë. nuk është veç për meje, është komplet ekipit edhe në fakt domethënë secili prej mysafirëve domethënë që ka qenë, secili prej këngëtarëve që e ka vlerësu deri në notën më të lartën, sidomos përgatitjen e peshkut. Kjo do i gëzoj shumë kuzhinierët e kuzhinës kur ta dëgjojnë këtë pjesë. Ne fokusohemi të kemi produktet lokale dhe çdo produkt edhe recetat të kemi sa më lokale, të shmangim gjëra gjysmë të gatshme, domethënë çdo gjë janë bio sepse edhe klientët tonë meritojnë më të mirën për me kriju, për me shiju. E di që hoteli si hotel ka me funksionu, e di se hoteli si hotel domethënë ka me qenë domethënë edhe si vjet bashk i stërmbushur, sepse kërkesat janë të mëdha, po e di që ata që na shohin, a ka shans të riken përafërsisht një çmim me jap?
Çmimin e kanë shumë të aksesueshme, vetëm me nis një SMS ose me kontaktu numrat tonë Viber ose në WhatsApp, i kemi 2 numra gjithkohës aktive. Veç do të më dërgu informacionet, datet e pushimit, kur dëshirojnë marrë, sa persona janë dhe çka kanë kërkesat veçanta. Këtu realisht bëhet gush, por që ne kemi krijuar atë që hapësia tona më qenë mjaftueshme për gjithë dhe gushva është e pandijshme. Thjesht ajo vibe i verës që të jep një energji pozitive dhe ke njerëz, ke komunitet, ke mundësi me njoftu kontakte të reja, miqësi të reja, sepse asnjë verë nuk është verë, po krijove miqësie, po nuk krijove kontakte të reja. Kjo është edhe pika. Ne jemi një pikë takimit për gjithë diasporën, klientat nga Kosova, nga gjithë bota, kështu që jemi shumë krenarë që jemi në këtë pikë dhe mundësojmë ndërlidhjen ty neve kontakteve. Siç kemi lidhur labin me Nusin edhe. Suzi, e di që jeni të përshkushtuar dyt. Edhe ti, edhe që jemi fakt pjesë e hotelit Mediteran, dyt dëmëton të ngarkum, dyt dëmëton e jepni maksimumin, po si po mundesh mi a dalë për shkak se tash më je bërë nën për herën e dytë, domethënë janë edhe 2 engjëj që pak e dojnë për kushtimin. Po mundesh me mbri edhe ka shtëpia edhe ka hotelin gjithë shkafin? Mbrihet me përkushtimin e duhur dhe me një balans, sidomos me ndihmën e partnerit mbrihet çdo gjë dhe mbështetjen e familjes është e arritshme ajo pjesë. Unë veç dimeton paç fat edhe paç sukses edhe paç shëndet. Dëshiroj të shoh gjithë kështu të realizuar me familje dhe sidomos edhe këtë verë po ashtu kemi edhe shumë familje që kanë rezervuar me bebat e tyre dhe besoj që do kalojnë shumë mirë edhe te ne këto. E di që shumica e grupit janë të martuar, po këtu që po isha domethënë 3, e di që 3 janë pa martuar, kështu që vitin tjetër bashkë me gra ju pret Hotel Mediterani. Ndryshe ishte edhe nevojat kur je vetë prind, edhe i dallon edhe nevojat e prindërve tjerë, kështu që besoj që punojmë më mirë tash në drejtim, sepse e dini se çka kërkohet për është ajo pjesë. Faktosh. Suzi, faleminderit shumë. Labi, ishte një kënaqësi, faleminderit ty dhe gjithë mysafirëve që ne kemi sjellë këtu në Mediteran në Ulqin dhe shpresojmë të kenë marrë një eksperiencë shumë bukur me Ulqinin. Unë ju premtoj edhe shikuesve sepse është vetëm 29 qershori, ky emision që po transmetohet prej javës tjetër, domethënë me Summer një kafe me Labin, e di që do të jetë një summer goxha i nxehtë. Nuk është vetëm i nxehtë për musafirëve, sa është edhe i nxehtë për pyetjeve, sepse këtë vit domethënë edhe unë pak ju mboj keq. Ja, i keq. Me gjithçka me miratime. Po gjithë jemi bërë me drejt për drejt dhe kemi dëshirë të me folë me të vërtetat sa i përket asaj punë. Dhe e vlerësojmë më mirë kur është i drejt për drejt dhe i real kontenti. Është i nxehtë edhe nga ana kërkesave dhe se shumë po dojnë më ardhë në Kosovë dhe në Ulqin. Është fantastike kjo lëvizje e njerëzve tonë. Dhe ne e preferojmë jashtëmase. Kemi pas festat të ndryshme siç janë fillimi i majit, Bajrami e tjerë. Është një energji fantastike mes popullit tonë që dëshirojnë me domosdoshmërisht të vinë, të takohen dhe të marrin kontakte me njerëzit. Inshallah edhe ajo ura po na realizohet edhe po bëhet edhe më afër. Faleminderit. Gjithashtu Lavi, faleminderit. Shikuesve tham qëndrojnë bashkë me ne, po shikojmë pak hapësirat e një Hotel Mediteranit edhe pastaj kthehemi bashkë. Naimi është për ndryshe kë, ardhë me marrë një kafe për e kremit, po lirisht, që shkon atë pjesën tjetër, po në atonën tjetër një kafe pa tjetër e përgadit, sepse, po, aroma e kafes pavinin i vjen këtu të këne, po, kafja, ma e mira, le këtu që pata, po e patëm edhe 100 me vete. Kështu, aromën e kafes pavini e kom në studio, por do t'a kem edhe për javës tjetër. E pa çfarë do të ketë në Summer një kafe me Labin, gjatë korikit dhe gushtit. Patas, Prishtina Tiket, IP, Fibula, Valone, Palma Clean, faleminderit që jeni pjesë e rrugtimit tem, pjesë e emisionit Një Kafe me Labin, por jeni edhe pjesë e Summer Një Kafe me Labin. Jam secili për juve falenderus. Edhe njëherë, faleminderit XL për punën e mrekullueshme den. Faleminderit shumë se kja realizuar gjithçka, ke qenë afër nesh, afër ekipit të radio televizionit 21 gjatë tërkohës, por duke mos i harruar asnjëherë
Guzonin, Albin edhe Kremin të cilët kanë qëndru gjatë këtij rrugtimi, që kanë qenë gjithmonë në backstage, që kanë sjellë diçka të bukur edhe për shikuesit. Sado, Oki, Berat, Astrid edhe Hajdar. Faleminderit shumë, ne prej javës tjetër fillojmë me një rrugtim të ri. Rrugtimi jonë është drejt hotelit New Mediterran në Ulqen, ku prej atje vim bashkë me Samani Kavëm Rabin. E di që diçka që s'keni pa deri më sot, që s'keni ndëgju deri më sot prej shumicës, prej artistave që i kam pas, për herën e parë, ekskluzivisht, i thojmë gjitha tek Samani Kavëm Rabin. Shikim mbar, por gjithashtu diaspora dashur, juve që ju kemi për zemër, faleminderit që jeni ardhur në vendinjen e juaj, jeni në vendin e juaj, jeni në tokën e juaj, jeni në shtëpinë e juaj, ja kalofshit që është më së miri. Por edhe kur do që të shkoni, mos harroni, udhëtoni bashkë me Pristina Tiketin. Ju që keni ardhur me veturat e juaja, ndalim tek IPA. Furnizoni edhe nisuni drejt vendinjes juaj. Ju që më pak doni verën me përjetu edhe gjatë shtatorit, tetorit, nëntorit, dhjetorit, bashkë me Fibullën, sepse janë vendet turistike të cilat fakt na i përjetojmë, Tajlanda, Maldives, Egjipti e shumë vende tjera. Po, pjesë të ryezës time, ashtu si e juja, nuk ka lojë që nuk qyret pa një patas. Faleminderit që është pjesë e imja. Ama kafja me përbiqel sytë më mëngjes është pavini. Na jem faleminderit edhe ty sonte, e shijove kafen, ekran faleminderit shumë. Shihemi javën tjetër me Samani Kavëm Rabin. Ciao!